Kampionati 2024-2025 në Ligën e Parë të Futbollit të Maqedonisë së Veriut përfundon me ndeshjet e Xhirosë së 33 që në program janë të dielën më datë 18 maj. Tani më çdo gjë ka përfunduar sa i përket ekipit kampion. Nga Federata e Futbollit vinë me një lajm të shkëlqyeshëm për tifozët kuqezi, të cilët do të jenë të pranishëm në tribunat e stadiumit në ndeshjen kundër Sileksit, ku përgatitet një festë e madhe për të shënuar titullin e 5 kampion i Maqedonisë së Veriut në futboll. Praninë e publikut në tribunat e stadiumit e ka konfirmuar vetë klubi me një njoftim për opinionin ku thuhet: pas vendimit të disiplinës që pasoi ndeshjen ndaj AP Brerës, ku një grup tifozësh nuk respektuan një minutë heshtje para fillimit të takimit, klubi ynë u ndëshkua me zhvillimin e 5 ndeshjeve pa publik. Ky dënim nënkuptonte mbylljen e sezonit si vendas pa praninë e tifozëve në tribuna. Mirë po pas ankesës së dorëzuar nga KF Shkëndia, Komisioni i Apelit pranë FFM-s ka vendosur të pranoj kërkesën tonë duke zbutur masën disiplinore. Dënimi u ul nga 5 në 4 ndeshje pa publik. Kjo do të thotë se ndeshja e fundit në Tetov, ku skuadra jon do të pranoj trofeun e titullit të kampionit për herë të 5 në histori, do të zhvillohet me tifozët tanë në krah, një moment i shumë pritur për të gjithë ne. Klubi fton të gjithë dashamirët e Shkëndisë që të jenë të pranishëm në këtë ndeshje historike dhe të kontribuojnë në krijimin e një atmosfere madhështore që i shkon për shtat një kampioni. Krahas tifozëve në këtë festë të madhe të ekipit kuqezi, padyshim se të pranishëm do të jenë edhe të ftuarit nga Federata e Futbollit të Maqedonisë, Federata Shqiptare e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës, si dhe zyrtarë të shumt nga institucionet vendore. Pra të dielën, të gjithë së bashku të festojmë me dinjitet titullin e 5 të simbolit të futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm.